Në qershor të vitit 1878, qedhi politik mbi Shqipërinë e asaj kohe ishte i rëndë, i trazuar dhe plot me rreziqe. Lufta ruse-turke ishte tronditur Perandorinë Osmane, e cila po humbte territorin në Ballkan, njëri pas tjetrit. Traktati i Shën Stefanit dhe përgatitjet për Kongresin e Berlinit parashikonin që shumë krahina shqiptare t'u jepeshin fshinjave, Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë e Greqisë. Pa pyetur askënd nga ata që prej shekush jetonin aty. Shqiptarët e kuptuan se nëse nuk bëhej diçka, vendi do të coptohej përgjithmonë. Ishte momenti i së vërtetës. Në këtë klim tensioni e tmerri, në 10 qershor 1878, në Prizren u mlodhën përfaqësues nga të gjithë anët e trojeve shqiptare. Ishin 47 delegatë zyrtar të dokumentuar, përfaqësues të familjeve të mëdha, të bajraqeve, të fiseve, të qyteteve të rëndësishme. Lista e tyre është kyçe për të kuptuar se kush ngriti për herë të parë një organizim bashkëshqiptar politike ushtarak. Dhëdhën e delegatëve që hynin në xhamin Bajraktile e kryesonte Ilyas Pash Dibra, i cili u zgjodh edhe kryetari i kuvendit të parë. Pas tij, një figurë madhore politike e kombit, Abdyl Frashëri, i cili do të bëhej zëri i shqiptarëve në Evropë, si kryetar i Komisionit të Jashtëm. Ndër organizatorët kryesor ishin Ymer Prizreni, njëri nga mendjet më të qarta politike të kohës, dhe Ahmet Koronica, Kadi Gjakovës, i cili kishte marrë urdhër nga sultani të asistonte organizimin pa pengesa. Por lidhja nuk ishte vetëm disa njerëz. Ajo ishte një turm burrash të vendosur, të ardhur nga vise të ndryshme, për të bërë një betim të madh. Dhe këta janë emrat e tyre, të gjithë delegatët, e dokumentuar në kuvendin e 10 qershorit 1878. Abdyl Frashëri, Ahmet Koronica, Ali Shabanagaj, Ali Bejtirana, Ali Pash Draga, Ali Mena Lur, Binak Ali, Mul Osmanaj, Baca Kurti Gjokaj, Daud Boriqi, Çel Shabani, Det Gjolul, Dervish Salim Ushaj, Filip Suma, Gjeke Gega, Alil Brahim Bajraktari, Hasan Pash Tetova, Haxhi Shabani, Haxhi Zeka, Hysén Pasha, Ilyas Pash Dibra Qoku, Isa Boletini, atëherë i ri, por i pranishëm dhe i njohur si luftëtar, Jasqar Bej Shkupi, Mehmet Ali Pash Vrioni, Mark Lula, Mal Dula, Mehmet Izvori, Omer Pash Vrioni, Sali Jaha, Syl Oruçi Doçi, Shuaib Spahiu, Sulejman Vokshi, Smail Martin, I Vezaj, Shaban Bej Paja, Shaban Bej Prizreni, Sheh Mustafa Tetova, Tursum Beu, Ymer Prizreni, Zia Prishtina, si edhe Abdullah Pash Dreni. Megjithëse i vrarë më herët, figuron në disa dokumente për shkak të rolit të tij si emër i rëndësishëm paraformues. Këta burra përfaqësonin Gjakovën, Prizrenin, Shkodrën, Tetovën, Janinën, Malsinë e Madhe, Lurën, Shalën, Rugovën, Bytyçin, Tropojën, Gucin, Kumanovën, Pejën, Prishtinën, Shkupin e shumë zona të tjera.
Ishte një bashkim i jashtëzakonshëm për kohën. Muslimanët e krishterë, malësorë qytetarë, bejlerë dhe prijes fishes, të gjithë së bashku për një ideal të vetëm, mbrojtjen e tokave shqiptare. Ndërsa delegatët rendisnin emrat e tyre në listën e pjesëmarrësve, jashtë kuvendit, njerëzit prisnin me ankth. Në atë mbledhje u vendos që Shqipëria të mos jepte asnjë pëllëm tokë. U hartua një memorandum për Kongresin e Berlinit. U krijua një organizim politik e ushtarak që do t'i bënte ballë çdo vendimi të padrejtë. Lidhja u betua të mbronte me armë pllavën, Gucin, Ulqinin, Potin, Grudën, Janinën dhe Prevezën. Dhe bëri pikërisht këtë, duke shndruar lidhjen e Prizrenit në një epokë të rezistencës shqiptare. Dhe ndërsa ditët e kuvendit shtyeshin me debate të zjarrta, Abdyl Frashi mbajti një nga fjalimet më të famshme, duke deklaruar se shqiptarët nuk do të lejonin asnjë padrejtësi territoriale. Në të njëjtën kohë, Sulejman Vokshi punonte në Komisionin e Financave, duke organizuar mbledhjen e fondeve për ushtrim. Isa Boletini, atëherë vetëm 20 e pak vjeç, lëvizte nëpër Prizren si një simbol i rinisë së armatosur. Det Gjoluli, Ismail Martini, Baca Kurti dhe bajraktarët e Veriut mbronin kufijet me pushka, ndërsa Ali Shabanagaj dhe delegatët e Gucis bënin betimin e famshëm se ku nuk do të ishin në dorë nga pllava e Gucia. Në ditët që pasuan, lidhja mori formë të plotë, me qeveri e brendshme, komisione, udhëheqje politike dhe ushtarake. Ky lëvizje u bë organizata e parë bashkë shqiptare pas Skënderbeut dhe shënoi lindjen e vetdijes kombëtare moderne shqiptare. Aty filloi ideja e 4 vilajeteve të bashkuara. Aty filloi rruga drejt shtetit të pavarur. Në këtë kuvend nuk ishte asnjë emër në letër. Ishte një popull të tërë që përmes tyre ngriti zërin dhe u betua se Shqipëria nuk do të ndahej. Këta 47 burra, së bashku me mbi 100 delegatë të tjerë, që mbërritën në ditën në vijim, formuan themelin e rezistencës shqiptare, që do të vazhdonte për dekada pas tyre. Kështu lindi lidhja e Prizrenit, nga frika e coptimit, por mbi të gjitha nga dashuria dhe vendosmëria për atë. Dhe emrat e atyre delegatëve mbeten sot gur themeli të historisë shqiptare.